Pas 2 javësh nga nisja e si problematike për mbytjes së terminalit të autobusëve rrugës lidhëse mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës dhe bizneseve në zonë, ka nisur ndërhyrja në kanalin Ujmbledhës. Në ndihmë të Bashkisë Bulqizë ka mbërritur një mjet tip ekskavator nga Drejtoria e Bordit të Kullimit Durrës, ku ka nisur punën për zgjerimin e kanalit. Me rënien e intensitetit të rreshjeve të shiut ka rënë edhe niveli i ujit në zonën e përmbytur, por ende ka prezencë të tij. Banorët thonë se zgjidhja e këtij problemi duhet të nisë me pastrimin dhe zgjerimin e kanalit Ujmbledhës që në afërsi të qafës së Bollit të përfundojë në fshatin Bajkal. Vetëm në këtë mënyrë, sipas banorëve, arrit një zgjidhje afatgjatë, por jo përfundimtare. A mendoni se është zgjidhje hapja e kanalit këtu? Ky kanali mund të jetë hap një 50 herë. Është hap një 50 herë. Nuk ka zgjidhje. Tu e fundi zgjidhje mund të jetë, për shembull, të vjen në pompë aty, në hidrovonë, ta kalojë për patë për të kaluar rrugë. Nuk pa merr me të zgjidhje këtu. Ne do të nga këtu. Nga këtu, kur ju të kujt pezën, do të fillojë nga ku merr ujë hop. Kanali do të do poshtë rrobë. Po se të lodha ai të fjej kështu ujë. Do të pasën e krefin në shtet. Me më u punë. Po shish po bëhet më e bëhet për të ujë ujë. Po shish i ujë të poshtë, çfarë më era bën, çfarë po më. Aja se do, pasto, nuk se do. Aja se do, kanali të heci ujë. Po nuk heci ujë të kërko. Ujë s'ko bravo, ka shefa ujë. Ma me të bitonetin në tunel qetra, që në të dalë ujë. Po zindje kjo. Nuk po zindje. Mos përballimi i gjithë sasisë së ujit që ngërmullohej nga qafa e Bollit bëri që 2 javë më parë mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës të krijojë një basen ujor, duke bërë që të përmbytet terminali autobusëve, bizneset e zonës dhe rruga lidhëse mes dy lagjeve.